Dhe ashtu si që kemi paralajmëruar, sot në studio kemi kënaqësinë të mirëpresim Dr. Recep Mehmetin, pediatër me përvojë dhe drejtor i Klinikës Universitare për Sëmundjet e Fëmijëve. Më të sot do flasim për gjendjen e sistemit shëndetësor pediatrik, sfidat në menaxhimin e një institucioni të tillë dhe përkushtimin ndaj shëndetit të brezit të ri. E ftoj tani në studio për ta përshëndetur. Përshëndetje dhe mirë se na erdhe për herë të parë. Shumë kënaqësi. Urdhroni, vendi juaj është aty. Edhe pse ju kemi marrë nga koha juaj shumë e ngjeshur, e di që jeni shumë i angazhuar në klinikë, duke qenë gjithmonë afër stafit për të realizuar të gjitha ato punë që i keni brenda ditës, por nuk na refuzuat ftesën. Andaj faleminderit publikisht. Pranova ftesën tuaj. Faleminderit. Si fillon zakonisht dita juaj, drejtore? Keni një rutinë kështu të zakonshme çdo ditë mëngjes ose? Çdo ditë fillon me mbledhjen e mëngjesit, raportimet e kujdestarisë, ku janë prezent të gjithë stafi mjekësor dhe pastaj vazhdon puna intenzive e përditshme. Deri në orët e pasdites, besoj. Po, patjetër. Por që me shumë përkushtim dhe me shumë pasion, mendoj, e kryeni edhe këtë obligim tani më, sepse ju përveç se jeni pediatër i suksesshëm, njiheni dhe me thënë kohë më parë, vite më parë, tani edhe punën tuaj të menaxhimit po e sfidoni mirë. Mundohemi, do të thënë kemi planuar përgjegjësinë dhe duhet që të lëmë gjurmë në punën tonë si menaxher dhe të përmirësojmë sadopak kushtet për që në fund ka për qëllim me shëndetin e fëmijëve, kuptohet. Unë vi nga kjo klinike që patjetër fokusi im ka qenë edhe profesional shëndeti i fëmijëve dhe tashmë është dhënë mundësia që edhe në aspektin e menaxhimit të përmirësojmë kushtet dhe të ngritim cilësinë e shërbimeve shëndetësore për fëmijët. Padyshim, për gjeneratën më të bukur çdo herë themi. Patjetër. Doktor, cila është gjendja aktuale në klinikën e pediatrisë? Sapo i përgjigjet ky institucion nevojave të fëmijëve në nivel republikan? Klinika e pediatrisë është institucioni më i lartë shëndetësor në fushën e pediatrisë, është niveli shëndetësisë terciare. Dhe këtu gravitojnë të gjithë rastet më të ndërlikuara të cilët vinë nga të gjitha qytetet dhe vendbanimet e shtetit tonë. Dhe po ashtu kemi edhe pacient ndonjëherë edhe nga jashtë, që do të thotë që ne përballemi me sfida të ndryshme të sëmundjeve më të ndryshme dhe më të ndërlikuara tek fëmijët. Dhe të gjitha këto raste duke filluar nga foshnjat, nga qendrat ginekologjike në vend, të cilët kanë një rrezikshmëri më të lartë, probleme më serioze shëndetësore, ata transferohen tek ne. Dhe pastaj deri tek të gjitha patologjitë që janë specifike për fëmijët. Klinika jonë, domethënë, funksionon në disa reparte subspecialistike që përfshin patologji të sistemeve të posaçme të organizmit të një fëmije dhe kuptohet të gjitha patologjit duke filluar nga reparti intenziv neonatal dhe pastaj reparti hemato-onkologjisë që po ashtu trajton sëmundje specifike maligne tek fëmijët. Kemi repartin e kardiologjisë dhe reumatologjisë, repartin e endokrinologjisë dhe gjenetikës, pastaj pulmologji, kemi repartin e imunologjisë, gastroenterohepatologjia, repartin e fibrozës cistike që po ashtu është një sfidë e kohës sonë, ku trajton fëmijë me fibrozë cistike me terapitë më moderne, repartin e neurologjisë, pastaj reparti i nefrologjisë funksionon po ashtu, edhe kemi edhe repartin e neonatologjisë. Kuptohet kemi edhe laboratorinë klinike që ofron të gjitha analizat laboratorike, deri tek laboratoria gjenetike dhe citogjenetike. Ajo që është një specifik, po ashtu një veçori edhe e klinikës për fëmijë është edhe funksionimi apo qendra e vetme për screening neonatal,
ku bëhen analiza për disa sëmundje gjenetike tek çdo foshnjë e posalindër. Domethënë material pika gjaku, të cilët mblidhen tek çdo fëmijë, foshnjë që lind në vendin tonë, dhe ata transferohen tek ne dhe ne bëjmë screening për sëmundjen e hipotirozës, pastaj screening për fibrozë cistike dhe screeningu për fenilketonuri. Domethënë këto tre sëmundje i nënshtrohen screeningu të gjithë foshnjat që lindin në vendin tonë. Po besoj janë në raste më të ralla, Kuptot, ato janë sëmundje të ralla, mirë po janë screeningu ka një dëmthënie shumë të madhe në aspektin e zbulimit të hershëm të sëmundjeve dhe trajtimit efikas, në mënyrë që të kemi një zhvillim normal, rritje dhe zhvillim normal të fëmijët. Në rast të ata nuk zbulohen këta sëmundje, fëmijët kanë pasoja shumë të mëdha, por edhe fatale. Qartë. Me qenë se ju përderisa po flisni, unë po i shoh disa fotografi aty që i kemi siguruar ne nga puna juaj që keni bërë nga momenti kur keni marrë përsipër këtë pozicion. Shihen disa fotografi se si ka qenë në fakt klinika dhe si është avancuar apo cilat janë kushtet momentale që janë në klinikën e pediatrisë. Lus Regjin që ti shfaq tani që ti shohim dhe ti komentojmë disa nga to nëse mundet. Pam që vërtet është për shembull pjesa e ashensorëve. Këtu kanë qenë dia ashensorë të vjetër, mbi 40 vite, të cilët 3 vite të fundit kanë qenë jashtë përdorimit për shkak se nuk ka qenë i mundur servisimi i tyre, dhe menjëherë kemi ndërmarrë aktivitete për të përgatitur dhe dokumentacionin dhe kemi instaluar tani 2 ashensorë të rinj, të cilët janë nënshtruar edhe testimeve teknike dhe besoj pas disa ditëve do të jenë në përdorim. Gjërat bazë që duhet i ketë çdo klinik, patjetër. Domethënë kjo ka edhe domethënie në aspektin e kursimit të energjisë elektrike, për shkak se ashensorët e vjetër kanë pas një shkallë të lartë të harxhimeve, domethënë të energjisë elektrike, ndërsa ashensorët e rinj kanë një efikasitet shumë të lartë dhe kursejmë dukshëm energji elektrike. Qartë, ne po vazhdojmë të shohim edhe disa fotografi, nëse ka mundësi që ti komentojmë sa do pak se ku shihet dhe çfarë është bërë. Nuk kemi edhe sa pa është, domethënë kuzhina, kjo është po ashtu kuzhinë prej vitit 84 kur është ndërtuar klinika. Në gjendje të mirueshme ka qenë dhe ishte patjetër intervenimi i shpejtë, dhe kemi arritur që të bëjmë një rinovim të plotësishëm të kuzhinës, të gjithë inventarit dhe eneve që përdorin aty, dhe tani kemi vërtet një kuzhinë dinjitoze që e lehtëson edhe punën e personelit aty, po edhe kuptohet higjienën dhe ato standarde që duhet të ketë një kuzhinë ku përgatitet ushqimi për fëmijë dhe për prindërit e tyre. Sigurisht që duhet primar ose bazë të jetë edhe higjiena, një ndërto edhe ushqimi aty, duke marrë parasysh që janë të shtrirë shumë fëmijë me prindërit e tyre dhe një ushqim cilësor dhe me shumë kualitet dhe me shumë pastërti, mendoj që determinon edhe shëndetin e fëmijës. Padyshim. Ka edhe shumë fotografi tjera që domethënë këtu kemi aparaturë të re që kemi arritur të furnizohemi me monitor personal, pacient monitor i themi, kuptot aparatura amortizohet me vite dhe ka nevojë her pas here të bëjmë freskimin apo modernizimin e pjesës aparaturës mjekësore. Kemi siguruar domethënë një numër të caktuar të monitorëve për pacientët, pastaj kemi siguruar në ambulantën neurologjike një EEG aparat të ri, aty kemi pasur një aparat, mirë po për shkak të numrit të madh të pacientëve dhe kuptohet kemi pasur faktikisht edhe kemi diku rreth 1000 pacientë në muaj në ambulantën neurologjike, të cilët i nënshtrohen incizimit të elektroencefalografisë dhe për shkak të numrit të madh amortizohet aparatura. Ne arritëm që para disa muajve të sigurojmë një aparat të ri për elektroencefalografi dhe një eho aparat të ri për eho të sistemit nervor qendror. Me këtë ne kemi arritur që
të freskojmë pak edhe diagnostifikimin apo të përmirësojmë kushtet në pjesën e diagnostifikimit. Këtu kemi aparatur po ashtu baby term dhe inkubator të rinj që kemi siguruar për repartin e neonatologjisë, ku kujdesen foshnjat e posalindura. Kjo inkubatorët dhe baby termët krijojnë kushte optimale për kujdes optimal dhe të mirëfillt ndaj foshnjëve të posalindura të cilët kanë probleme shëndetësore. Për të cilat kujdesi do jetë më i dyfishuar, mendoj tani. Absolutisht, edhe më efikas, edhe më efektiv. Pastaj kemi siguruar përmes donacionit edhe rentgen aparat mobil, donacion nga ambasada e Japonisë në vendin tonë, dhe po ashtu aty është një mundësi e mirë që të kemi kushte më bashkohore për pjesën e diagnostifikimit tek reparti intenziv. Shihen po edhe koridore që janë të renovuara. Kemi bërë rinovime, faktikisht jemi nga fundi rinovimi i repartit të pulmologjisë, i cili së shpejti do të lëshohet në përdorim. Vazhdon puna rinovimi i laboratorisë klinike që kemi në katin e 7. Kemi edhe pak punë të finalizojmë. Pastaj ajo që ka qenë një problem shumë i madh me vitet të tëra, grumbullimi i mbeturinave, të cilët nuk janë larguar rregullisht çdo vit, dhe kjo na ka shkaktuar një problem shumë të madh. Të gjitha hapësirat e lira edhe balkonet kanë qenë të mbushura me mbeturina. Është dashur që ne të ndjekim një procedurë ligjore, duke filluar nga vlerësimi i sendeve që i kemi aty të vjetruar, aparaturë dhe inventari vjetër. Pastaj deri tek kërkesa në qeveri për të marrë një pëlqim që ne të mund t'i largojmë ato mbeturina, dhe mund të themi që kemi bërë një punë të madhe. Kemi liruar gjitha ato hapësira, kemi larguar diku mbi 40 tonelata mbeturina, që ishte e pa tolerueshme dhe pa arsyeshme që një klinikë universitare të mos ketë kushte minimale të higjienës dhe për pacientët dhe prindërit e tyre. Prandaj jemi në vazhdim të punëve, kemi edhe stacionin e pompave të ujit, që ka qenë po ashtu një problem shumë serios, themi, jo vetëm për shkak të defekteve të shpeshta të pompave, por edhe një nga ata hidrofori ka qenë jashtë përdorimit, mund të them 7-8 vitet e fundit. Hidrofori i cili siguron shtypje për hidrantët që kemi në çdo repart, që janë për shuarje të zjarrit, domethënë. Dhe kjo ka qenë një problem serios me cilën jam marrë që nga dita e parë e mandatit tim, nga se njëherë të ndodh një fatkeqësi dhe ti nuk je i përgatitur. Fal Zotit, ne kemi arritur që tash të jemi në gjitha këto procedura t'i kalojmë, dhe jemi në fazën finale të montimit të pompave të reja dhe një hidrofor të ri. Po ashtu kemi bërë sanimin edhe rinovimin e të gjithë stacionit të sistemit të gypave aty me gjithë izolimet e nevojshme, dhe mendoj do kemi një stacion bashkohor që i plotëson të gjitha standardet, që edhe rinovimin e hidranteve që kemi në çdo repart. Po, drejtor, duke marrë parasysh vlen të theksohet, e kam thënë çdo herë, edhe kur kemi biseduar me miqtë dhe të afërmit, me kolegat, jeni drejtori i parë shqiptar që po udhëheqni këtë klinik. Sa ka qenë sfiduese dhe si ke përballuar situatat ndoshta nga fillimi i mandatit tuaj? Kuptohet, ndoshta ka qenë përparësi për shkak se unë vi nga kjo klinikë dhe jam mbi 15 vite aty. Por njëkohësisht edhe sfidë, për shkak se kuptohet, jo çdo herë fillimi është i lehtë. Padyshim. Por kemi arritur disi të menaxhojmë dhe të mbajmë një kondicion të mirëfillt, duke pasur parasysh gjithmonë në fokus kujdesin dhe shëndetin e fëmijëve, që t'japim kontributin tonë për të përmirësuar kushtet dhe për të avansuar cilësinë e shërbimeve shëndetësore për fëmijët tanë.
Qartë. Po stafi, ka staf të mjaftueshëm për të kryer të gjitha nevojat e mundshme në këtë klinikë dhe si qëndron bashkëpunimi me stafin? Bashkëpunimi juaj, stafi dhe pacientët? Në thonë, në klinikën tonë veprojnë ekspertët më të mirë të fushës së pediatrisë, nga të gjitha degët subspecialistike, të cilët bëjnë një punë të mrekullueshme, jo vetëm mjekët, por edhe stafi mesëm, infermierët e të gjithë të tjerët, të cilët ndërtojnë atë ekipin mjekësor, i cili 24 orë kujdeset për shëndetin e të gjithë fëmijëve. Them edhe njëherë, është një punë e madhe dhe mrekullueshme që bëhet në klinikën tonë, por kuptohet, mungesa e stafit mjekësor është gjithandaj një problem. Edhe tek ne mundohemi tani që të freskojmë stafin duke bërë prurje të reja të kuadrit mjekësor, qoftë të mjekëve, që tani kemi mbaruar konkursin për 4 specializant, të cilët do të fillojnë së shpejti punën në klinikën tonë. Pastaj kemi edhe në plan së shpejti të bëjmë një konkurs të ri për 3 mjekë të ri. Kemi filluar edhe të angazhojmë edhe një numër të caktuar të personelit të mesëm, qoftë infermierëve, laborant edhe personel teknik. Vazhdimisht, besoj këto ditë të fundit, jemi në proces të angazhimit të një numër të caktuar të personelit. Kështu që puna e stafit mjekësor është një gjë që kërkon vazhdimisht rifreskim dhe vazhdimisht përforcimi i radhëve të kuadrit mjekësor, për shkak se vitet kalojnë, kemi një pjesë e stafit që kalon në pension, dikush parasyje të ndryshme largohet, ose kemi probleme dhe shëndetësore, dhe gjithë kjo e vështirëson pastaj funksionimin 24 orë, për shkak se ne kemi edhe kujdestari, duhet të bëhen oraret apo ato radhitjet e kujdestarive, që është e pamundur nëse nuk ke numër të mjaftueshëm të stafit mjekësor. Qartë. Po me mungesën e barnave ndodh që të përballeni apo edhe me pajisjet mjekësore esenciale, si ja dilni, sa pacientët janë të siguruar, sa kanë barna mjaftueshëm aty dhe pajisje tjera që duhet janë? Mendoj se në aspektin e sigurimit të barnave, mund të themi që jemi në nivel të mjaftueshëm apo themi optimal, që do thotë që të gjitha barnat kryesore me cilët ne i trajtojmë pacientët tanë, ne kemi një disponim, bëjmë planifikimin e mahershëm në kohë të nevojave vjetore, për shembull. Mund të potencoj që ne kemi arritur që të sigurojmë edhe barnat më bashkohore për disa sëmundje të caktuara, që janë po ashtu barna shumë të shtrenjta, por falë bashkëpunimit me Ministrinë e Shëndetësisë dhe me Fondin Shëndetësor. Për shembull, më herët ka pat një listë të pritjes tek pacientët që kanë nevojë për hormonin e rritjes, dhe ata kanë pritur me muaj dhe vite të tëra për të marrë këtë barë, ndoshta si vitin e kaluar ne në fakt siguruam buxhet të mjaftueshëm që të sigurojmë barna për të gjithë pacientët të cilët kanë nevojë ta pranojnë këtë hormon të rritjes. Sot nuk kemi listë të pritjes për hormonin e rritjes, të gjithë pacientët me indikacione e pranojnë. Pastaj kemi tek fibroza cistike, kemi siguruar domethënë terapinë më moderne, modulatore, e cila ka një efekt shumë pozitiv në trajtimin e kësaj sëmundje gjenetike dhe përmirëson dukshëm shëndetin e fëmijëve, por edhe të rriturve, por edhe cilësinë e jetës së tyre. Kështu që në këtë aspekt mund të themi që jemi në rajon ndër vendet që kemi siguruar sasi të mjaftueshme, si vjet planifikojmë që të inkuadrojmë me këtë terapi edhe fëmijët mbi moshën 6 vjeçare. Deri tani kanë planuar të gjithë fëmijët mbi 12 vjet, ndërsa si vjet kemi arritur të sigurojmë jetë edhe për të filluar që më herët me trajtim me këtë terapi moderne. Në aspektin e aparaturës, mendoj se vazhdimisht jemi munduar këta muaj sa jam në detyrë, të sigurojmë vazhdimisht aparaturë të re. Në plan kemi që të hapim edhe 2 kabinete me
metoda të reja, të cilat asnjëherë më herë nuk janë aplikuar në klinikën tonë. Bëhet fjalë për ergometrinë apo stres testin në repartin e kardiologjisë, të cilin nuk e kemi patur deri më sot. Kemi arritur që të sigurojmë me donacion stres testin, domethënë aparatin, dhe jemi në fazën e përgatitjes së kabinetit për stres test. Që do të thotë kjo aparatur mund t'i shërbej edhe fëmijëve, moshave më të hershme? Po, patjetër, domethënë është një metodë diagnostifikimi tek sëmundjet kardiovaskulare, që ka nevojë të ketë edhe një klinikë universitare siç jemi ne. Domethënë është të pamundur në botë paramendosh të funksionojë një klinikë pediatrike pa një metodë diagnostifikimi të tillë. Domethënë kabineti për stres test, pastaj jemi po ashtu jemi duke përgatitur edhe edukimin e kuadrit për të manipuluar me këtë aparaturë. Metodë e re që do ta aplikojmë është edhe hemodializa tek fëmijët. Deri më sot nuk e kemi patur aparaturën për hemodializë. E kemi dërguar qoftë në klinikën e nefrologjisë, qoftë jashtë vendit, fëmijët më të vegjël, që shtetit i kanë kushtuar shumë mjete, harxhime, ndërsa ne sot kemi arritur që të sigurojmë përmes një donatori aparatin Prisma Flex, që është me performanca shumë të mira për hemodializë tek fëmijët. Kemi filluar edukimin e kuadrit që të përdor këtë aparaturë dhe të aplikoj këtë metodë. Besoj së shpejti do ta kemi edhe këtë metodë apo shërbim të ri në klinikën tonë. Pastaj po ashtu në plan e kemi edhe cistografinë, ehocistografinë, që do të aplikojmë në repartin e nefrologjisë si metodë të re. Kemi siguruar ehoaparat në proces se sipër është përgatitje e kabinetit. Domethënë, janë disa investime shumë të rëndësishme, të cilët përmirësojnë edhe pjesën e diagnostifikimit, por edhe trajtimit të sëmundjeve tek fëmijët. Doktor, po tani me që jemi në stinën e pranverës, ka qendër ose repart të specializuar për punën e alergjive, sepse alergjia në stinën e pranverës shumë shpesh kap edhe fëmijët. Po, domethënë reparti pulmologjisë dhe alergologjisë funksionon tek ne, dhe ati për cilën kryesisht fëmijët të cilët kanë manifestime respiratore alergjike, qoftë të traktit të sipër ose të traktit të poshtëm respirator, dhe trajtohen në mënyrë adekuate sipas protokolleve bashkëkohore. Ashtu që funksionon edhe ambulanta për alergologji, ku vinë pacientët marrin konsultat për edhe trajtimin adekuat për problemet e tyre me alergji. Shtohet tani numri i pacientëve në këtë periudhë, në periudhën e pranverës? Patjetër, domethënë secila periudhë stini ka ato patologjitë kryesore. Domethënë përdesa zvoglohet numri i sëmundjeve respiratore virusale, tash kemi alergjitë, sëmundjet të sistemit gastrointestinal edhe kështu me radhë. Domethënë ne kemi vazhdimisht patologji të ndryshme. Në vit, për shembull vitin e kaluar, kemi patur mbi 70.000 vizita në klinikën tonë, afër 7.000 hospitalizime me patologji më të ndryshme dhe të cilët pjesat dërmuese kanë patur trajtim adekuat dhe një epilog shumë pozitiv. Qartë. Më thuaj se sa klinika e pediatrisë ndihmon fëmijët nga zonat rurale dhe fëmijët me fshasje të kufizuar në shëndet? Domethënë ne jemi të hapur 24 orë për të gjithë pacientët të cilët vinë direkt edhe nga vendbanimet e tyre. Domethënë nuk ka nevojë bile të marrin as udhëzim, ashtu janë mësuar edhe njerëzit vinë direkt. Aty edhe desha të ndërmjetën të udhëzimet, të rastet më... Për shkak se kemi mungesë të kuadrit të pediatrisë në nivel shtetëror, nivel primar, sidomos shumë pak janë pediatër që japin shërbime në nivel primar shëndetësor, po edhe në nivelin sekundar kemi shumë pak qendra të cilët, sidomos në kujdesari, trajtojnë fëmijët, domethënë moshat pediatrike.
Dhe kjo bën që të gjithë prindërit të drejtohen direkt në klinikën universitare për sëmundjet e fëmijëve, që në një formë paksa ne vështirëson punën se frekvenca e madhe bën që të ketë edhe ndonjëherë dhe radhë dhe pritje, mirë po mundohemi që të gjithë të shërbejmë. Kuptohet, mbi 90% të këtyre rasteve janë raste të lehta që meritojnë trajtim primar, por përdesa vinë tek ne nuk kthejmë asnjë, të gjithë i trajtojmë, kujdesemi dhe ju japim rekomandimet e nevojshme. Dhe duhura gjithmonë. Zoti Mehmeti, çfarë e bën të veçantë profesionin e pediatrisë në krahasim me degët tjera të mjekësisë? Do të thonë, pediatria është një degë speciale e mjekësisë, e cila është zhvilluar prej para një shekulli, mund të them, duke si rezultat i fakteve dhe njohurive të cilat kanë dëshmuar me kohë se problemet shëndetësore tek fëmijët dallojnë shumë nga problemet shëndetësore tek të rriturit. Do të thonë, fëmia nuk është një i rritur në miniaturë, por fëmia sa më i vogël që është ka dallime shumë të mëdha në krahasim me organizmin e një të rrituri, qoftë në sa i përket veçorive anatomike dhe fiziologjike, por edhe sa i përket reaksioneve që bëjnë fëmijët ndaj agjensëve të jashtëm patogjenik. Pra, pediatria në fokus ka shëndetin e foshnjave, fëmijëve dhe adoleshentëve, duke u kujdesur për shëndetin e tyre mental, psikologjik edhe fizik, dhe në mënyrë që të kemi një rritje dhe zhvillim normal të fëmijëve deri në arritjen e një moshe të plot. Pra, pediatria nuk preokupohet vetëm me aspektin e sistemeve organike dhe proceseve biologjike, por në fokus apo preokupim ka edhe shëndetin mental, zhvillimin normal dhe ndikimin e faktoreve të mjedisit dhe faktorët social që kanë ndikim të madh në zhvillimin normal tek fëmijët. Prandaj përgjegjësia e pediatrisë është shumë e madhe dhe veçantë për shkak se duke u kujdesur ne për shëndetin e fëmijëve, determinojmë edhe shëndetin e një populli të tërë, apo gjeneratave të ardhshme. Kjo e bën pediatrinë shumë të veçantë, shumë me përgjithësi, dhe mund të them është një nga specializimet më të rënda dhe më specifike, për shkak se ka të bëjë me një botë të veçantë të fëmijëve, të cilët kanë specifika shumë të veçanta, dhe përgjithësia jonë është që të kujdesemi për shëndetin e tyre, qoftë fizik, mental dhe social, dhe që nesër të kemi gjenerata më të shëndetshme. Dhe prandaj secili që merr për detyrë që të specializojë apo të veprojë në fushën e pediatrisë ka marrë një përgjegjësi shumë të madhe. Dhe barë, mund vite. Zoti Mehmeti, më thuaj, përmendëm që ka rreth 15 vite që jeni pjesë e kësaj klinike. Mbani me ndonjë rast të veçantë që ju ka lënë gjurmë përgjatë karrierës suaj dhe përvojës suaj me fëmijët? Sigurisht ka shumë raste, domethënë potencova kemi ne patologji të ndryshme dhe raste shumë të ndërlikuara, por ajo që është më ndihshme është kuptohet reparti hemato-onkologjisë, ku trajton pacientët me sëmundje malinje, hematologjike, dhe një kohë kam punuar edhe në atë repart, pasi kam mbaruar specializimin. Aty, për shembull, kemi patë raste kur jemi ballafaquar me dilemën edhe me pyetjet e prindërve, pasi kemi bërë diagnozën për një sëmundje të caktuar malinje apo leukemi, për shembull, edhe prindërit të drejtohen me pyetjen: doktor, çka mendoni, është më mirë të qëndrojmë këtu të trajtohemi apo të shkojmë jashtë vendit? Dhe këtu është ajo dilema që nuk është e lehtë edhe përgjigja, mirë po duke pasur besim në stafin tonë dhe në protokollet më bashkëkohore që ne aplikojmë terapinë më bashkëkohore. Për shembull, kam pat një rast të një miku që e njoh, po edhe kam pat edhe një nipin tim me sëmundje malinje. Edhe për shembull, kur prindërit të drejtohen, ti je para një sfide shumë serioze. Dhe unë ju kam thënë, për shembull, që mos keni dilema,
qëndroni këtu, ne do të kujdesemi në mënyrën më të mirë dhe me terapinë më bashkëkohore, me protokollet moderne dhe ajo që ne kërkojmë nga ju të jeni pozitiv, të na besoni, se shumë është më rëndësishëm ky aspekti psikologjik, domethënë që pacienti të ketë besim tek mjekët edhe tek stafi mjekësor dhe ajo ndikon pastaj edhe në efikasitetin edhe në epilogun e rezultateve të trajtimit. Dhe për fat të mirë, domethënë këta di raste që i veçoj për shkak se kemi pat komunikim të drejt për drejt me prindërit me këto pyetje shumë serioze dhe ai që ju kam thënë që qëndroni këtu do të kemi rezultate të mira dhe do kaloni mirë. Sot ata 2 fëmijë janë të shëndetshëm, janë rritur dhe vazhdojnë shkollimin e tyre. Falë dhe angazhimit besoj të stafit mjekësor dhe unë çdo herë them Mantelbardhat janë domethënë persona që mund t'i quaj hero gjithmonë dhe puna juaj domethënë vrehat dhe shihet qartë sepse shëndeti është mbi gjitha çdo herë kuptohet. Më thuaj 15 vite eksperiencë domethënë në këtë klinikë dhe në këtë profesion. Sigurisht që nuk e keni lanë anash as pacientët. Tani, në këtë periudhë, më thëmë përderisa edhe po drejtoni klinikën. Sa po është e vështirë që t'jeni edhe një menaxher i mirë, por edhe një mjek i mirë pra për fëmijët? Po, përgjësia menaxheriale është plus ajo detyrimisht. Shumë përgjësi e madhe. Kuptohet mundohem që t'jemi vazhdimisht edhe në kontakt me pacientët, edhe ne jemi çdo ditë jemi aty. Unë momentalisht jam në repartin e neonatologjisë, mundohem që edhe atje të ndjek rastet dhe të jem në komunikim me koleget që janë aty, sidomos për rastet më të ndërlikuara, bashkëpunojmë. Kuptohet edhe pacient të gjitha reparteve, mundohem që her pas herë t'i vizitoj, çdo ditë ne kemi raportim për rastet më specifike në mbledhjet e mëngjesit dhe unë jam informuar për të gjitha rastet, sidomos ato më të ndërlikuarat, ku bashkarisht me kolegët ekspertët e pediatrisë aty marrin vendime të rëndësishme për trajtimin më adekuat. Kuptohet tani bara është edhe më e madhe për shkak se unë kam obligim që të siguroj barnat të nevojshme, aparaturën mjekësore adekuate dhe mundohem që me kohë të sigurojmë të gjitha ato mjetet që janë të nevojshme për një funksionim më optimal të klinikës tonë. A ka raste kur dashuria dhe kujdesi që merrni nga fëmijët ju japin më shumë forcë se sa çdo kujdes dhe proces tjetër i punës që bëni? Padyshim, domethënë buzëqeshja e një fëmije dhe prindërve të tyre, një fjalë falendëruese, uratat që marrim ne nga ata pas një trajtimi të suksesshëm nuk mund të krahasohen me asnjë vlerë tjetër, domethënë është një kënaqësi, një motiv, një kurajo që ato fjalë na japin neve dhe ajo na motivon që ne të vazhdojmë në punën tonë me përkushtim dhe kuptohet është sigur ta japin gjithë pasurinë e botës. Kur shef një fëmijë të buzëqeshur, i cili ka kaluar një gjendje shumë të rënduar shëndetësore dhe në fund kemi arritur që t'ja kthejmë buzëqeshjen edhe shpresën edhe fëmijëve edhe prindërve të tyre, s'ka më mirë. A si mendon se ka ndryshuar shëndeti i fëmijëve sot krahasuar me një dekadë më herët? A janë më të ekspozuara ndaj sëmundjeve kronike, stresit edhe faktoreve tjerë të mjedisit që i kemi përreth? Po, shumë e vërtet që vitet e fundit me industrializimin, urbanizimin, zhvillimin e teknologjisë, ka ndryshuar komplet stili i jetës, jo vetëm tek të rriturit, por edhe tek fëmijët. Përdorimi i tepërt i mjeteve elektronike bën që sot stresi dhe kështu me radhë, mënyra e të ushqyerit bën që sot të paraqiten të rritet incidenca një numri të madh të sëmundjeve kronike, qoftë për shembull të diabetit, nëse krahasojmë para 20 viteve, kemi patur mesatarisht 20 raste në vit. Tani kemi numër të dyfishuar, 40 deri 50 raste në vit të diabetit tek fëmijët, që tregon se ka një rritje rapide. Edhe kjo është jo vetëm për shkak të faktorëve gjenetik, por
kushtet shoqërore, sociale ndikojnë shumë në paraqitjen e një numri të caktuar të sëmundjeve. Pastaj kemi obezitetin, domethënë. 30 deri 35% të pacientëve që paraqiten në ambulantën e endokrinologjisë janë obez. Po ashtu kjo është rezultat edhe i stilit të jetës dhe të ushqyerit, gabimisht. Nuk i kemi më ato lojrat e fëmijëve si dikur jashtë shtëpisë që ndikon në zhvillimin normal, rritjen dhe zhvillimin normal, jo vetëm fizik, por edhe mental dhe psikologjik tek fëmijët. Fatkeqësisht kjo është realiteti jonë. Mundohemi që të bëjmë, prandaj pediatria këtu ka përgjegjësi edhe në aspektin e prevencës, domethënë masave preventive që fillojnë prej periudhës prenatale, domethënë kujdesi për shëndetin e nënave në periudhën e graviditetit edhe periudhën reproduktive, pastaj kujdesi ndaj foshnjave të posalindura, prematurëve sidomos, dhe të gjitha masat tjera preventive që të kemi një rritje dhe zhvillim sa më normal të fëmijëve, që t'ja them edhe njerë përsëris, determinon pastaj edhe shëndetin e gjeneratave dhe të tërë një popull. Padyshim. Këshillat gjithmonë janë të nevojshme nga ju, si profesionisti i pediatrisë kuptohet, janë sa më të vlefshme, po unë mendoj që sadopak të ketë edhe një farë, nuk e di si do e thoja, seminar ose shkolla shtesë që duhet të marrim këshilla edhe ne prindërit se si duhet të kujdesemi për fëmijët, si duhet t'i ushqejmë, cilat janë ushqimet që duhet t'i shmangim për ta dhe jo vetëm ushqimit, sigurisht që ka edhe faktor tjerë të mjedisit që bëjnë që të shtohen sëmundjet kronike dhe sëmundjet e tjera, sepse nuk i kemi vetëm sëmundjet kronike të rrezikuara apo jo. Po, domethënë aspekti preventiv është shumë i rëndësishëm. Këshillat mjekësore në mënyrë që të parandalojmë sëmundjet është pjesë shumë e rëndësishme edhe e fushës së pediatrisë. Këtu funksionimi i nivelit primar shëndetësor po ashtu luan një rol të rëndësishëm edhe niveli sekundar të pjesa e edukimit të prindërve. Ne këto kohën e fundit do të bëjmë edhe një qendër të obezitetit në klinikën tonë, ku do kemi një aparatur shumë e nevojshme, do kemi pajisje për matjen e body mass indexit dhe ku do bëhen edhe këshillat posaçme për fëmijët të cilët janë obez, rekomandimet, mënyra të ushqirit e kështu me radhë nga profesionistët tanë. Kështu që do mundohemi që të ndikojmë edhe në aspektin preventiv, të parandalojmë dhe të përmirësojmë jetën e fëmijëve të cilët kanë probleme kronike shëndetësore. Drejtor, unë ju falenderoj shumë që ishi pjesë e ritmit ditës, ishte shumë kënaqësi që këtë mëngjes ta ndajmë së bashku, të njoftohemi më afër me të gjitha sfidat që ju rrethojnë juve përgjatë gjithë javës dhe për çdo ditë kuptohet në klinikën e pediatrisë. Uroj që të paksohet numri i sëmundjeve të fëmijëve kuptohet dhe të jenë sa më të shëndetshëm, të kenë kujdes si të ushqehen, të kenë aktivitete sportive, sepse besoj që edhe aktivitetet sportive janë një ndër arsyet që duhet t'i ketë çdo fëmijë. Ju uroj më të mirat dhe shëndet për juve dhe për gjithë stafin aty. Faleminderit gjithashtu, faleminderit edhe një herë për ftesën. Ishte shumë kënaqësi. Kënaqësi.